Mirëmbrëma dhe përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se takohemi së bashku në emisionin Pushosh Shqiptarçe. Ne kemi udhëtuar edhe në javët e kaluara dhe jemi ndalur në 5 zona të cilat ne mund t'ju rikthehemi në veriun e Shqipërisë dhe ka qenë një sugjerim shumë i mirë. Edhe sugjerimi nuk lidhet vetëm me bukuritë natyrore, pasi ato janë të pazëvendësueshme dhe këtë e dim të gjithë, por dhe kur i shikojmë disa herë gjithmonë mund të kërkojmë vende të reja, por nganjëherë duhet të rikthehemi në disa vende sepse ne takojmë njerëz shumë interesant. Janë historitë, gojdhënat, por mësojmë edhe mënyrën e funksionimit të turizmit në këto pika turistike dhe shpresojmë t'ju kemi kënaqur në transmetimin e javës më përpara. Por çfarë do të transmetojmë kësaj radhe? Do të bëjmë ca kilometra, do t'i kalojmë kufit shqiptar dhe do të shkojmë në një nga vendet tona fqinje në Greqi. Jemi ndalur kësaj radhe në Athinë, kemi bërë një vizitë të bukur dhe të këndshme në këtë qytet, por vëmendje më të madhe e kemi përqendruar te Akropoli. Agjenci turistike shumë herë e referojnë si pikë turistike, por është një këmbështrim krejtëndryshe që vjen përmes emisionit Pushosh Shqiptarçe, një reportazh i shkurtër që sjell vlerat e këtij vendi, një kamër që hyn dhe kap detaje nga ato që ndoshta agjencitë apo firmat e ndryshme nuk i kanë vënë re ose i kanë marrë anën më pozitive të tyre, dhe ne duam flasim për vlerat e këtij vendi siç është Akropoli, një mundësi shumë e mirë për ta vizituar atë. Çfarë ka Akropoli? Pse duhet ta vizitojmë atë? Çfarë këshillash paraprake ne japim për çdo vizitor që dëshiron të shkojë pranë Akropolit? Ndiqni këtë reportazh të këndshëm dhe jam shumë e sigurt që do e zgjidhni si vend në planifikimet e pushimeve tuaja. Më pas Akropolit, ne do të kemi mundësi të risjellim në emisionin Pushosh Shqiptarçe sugjerime të reja, të cilat janë fiksuar për më shumë se një dekadë në transmetimet e emisionit Pushosh Shqiptarçe dhe zgjedhin pikërisht ato momentet pikante ku këto personazhe sillin risitë e tyre, historitë e tyre, i dëgjojmë sërish, disa edhe mund të kenë kaluar pa i ndjekur në kohën që janë transmetuar. Por është bukur, është këndshëm. T'ju rikthehemi këtyre vendeve dhe të takojmë këta njerëz kaq të dashur dhe të mirë, këta shqiptar të rritur me tradita. Ndjekim materialin dhe do të rikthehemi më pas për të bërë dhe mbylljen e emisionit. Greqia është një vend në pjesën juglindore të Evropës, në jug të Ballkanit. Greqia ka vijën bregdetare më të gjatë në pellgun e Mesdheut, me mira ishuj. Vija bregdetare e Greqisë është 13.676 km gjatë. Ajo ka dalje në 3 dete dhe ka vijën bregdetare shumë të përthyer. Pjesa më e madhe e relievit është male dhe shkëmbinj që zbresin në bregdet duke formuar ishuj dhe ujdhesa. Pika më e ulët e relievit gjendet në bregdetin e Mesdheut dhe ajo më e larta në lartësi prej 2917 metra mbi nivelin e detit në maj të maleve të Olimpit. Pozita e mirë gjeografike në detin Mesdhe që në kohët e lashta i përcaktoi Greqisë ekonominë detare. Vendi përbëhet nga 9 rajone gjeografike tradicionale dhe ka një popullsi prej rreth 10.5 milion banorësh. Athina është kryeqyteti dhe qyteti më i madh i vendit, i ndjekur nga Selaniku dhe Patra. Pjesa dërmuese e popullsisë emigron në qytet dhe për këtë arsye shkalla e urbanizimit është në rritje. Greqia konsiderohet djepi i civilizimit perëndimor, duke qenë vendlindja e demokracisë, filozofisë perëndimore, letërsisë perëndimore, historiografisë, shkencave politike, parimeve kryesore shkencore dhe matematikore, dramës perëndimore, si dhe lojrave olimpike.
Në këtë moment ndodhemi në Glifada, e cila u krijua si zemra e periferisë jugore të Athinës, për shkak të vendodhjes së saj kryesore Buzujit, qendrës së pasur tregtare dhe lagjes moderne të biznesit. Është përshkruar si pika kryesore e rivjerës së Athinës dhe përmban disa nga rezidencat më luksoze buzdetit e Evropës, kopshtet dhe pronat e gjera buzdetit, me një marinë moderne. Glifada është vendosur në rivjerën e Athinës përgjatë bregdetit të gjirit Saronik. Ndodhet në pjesën jugore të zonës urbane të Athinës. Zona shtrihet nga rrëza e malit Hymetus deri në gjirin Saronik. Në kohët e lashta, zona ishte një qytet i njohur si Aiksoni. Sot, Glifada është mbushur me disa nga klubet e natës, restorantet dhe dyqanet më të njohura të kryeqytetit. Mund të thuhet se është një nga komunat më të amerikanizuara të Athinës, pasi një bazë ajrore amerikane ndodhej afër deri në fillim të viteve 1990. Popullsia e bazës kontriboi pjesërisht në karakterin e Glifadës, duke çuar në një përzierje unike të atmosferës dhe kuzhinës greke me atë amerikane. This is it's a 55 euros per kilo. This is 59 per kilo. 59. We prepare grilled with olive oil and lemon. They come in front for you. And what's the weight of this? This is the Greek word. The Greek word is a fagri. It's like a sea bream. Nëse zhvillon një vizitë në Athinë, patjetër që duhet të ndalesh te Akropoli. All right, follow me. Akropoli është një qytet kështjell i lashtë i vendosur në një ngritje shkëmbore mbi qytetin e Athinës dhe përmban rrënojat e disa ndërtesave antike me rëndësi të madhe arkitekturore dhe historike, ku më e famshmja është Partenoni. Sa madhështore është. Fjala Akropol e ka origjinën nga fjalët greke akron, pika më e lartë, ekstremitet, si dhe polis, qytet. Megjithse termi Akropol është i përgjithshëm dhe ka shumë akropole të tjera në Greqi, rëndësia e Akropolit të Athinës është i madh, saqë ai njihet zakonisht si Akropoli, pa specifikim të mëtejshëm.
Gjatë kohërave antike, i njihet edhe më mirë si Ceceropia, sipas njeriut gjarpri legjendar Cecerops, mbreti i parë i supozuar Athinas. Ndërsa ka të dhëna se kodra ishte banuar qysh në mijëvjeçarin e 4 para erës sonë, ishte Perikliu në shekullin e 5 para Krishtit, i cili koordinoi ndërtimin e tanishëm më të rëndësishëm të sitit, duke përfshirë Parthenonin. Parthenoni dhe ndërtesat e tjera u dëmtuan rënd gjatë rrethimit të vitit 1687 nga venecianët, gjatë luftës së Mores, kur baruti që ruhej në Parthenon u godit nga një top dhe ka shpërthyer aty. Akropoli ndodhet në një shkëmbë të ngritur në maj që ngrihet 150 metra mbi nivelin e detit në qytetin e Athinës, me një sipërfaqe prej rreth 3 hektarësh, ndërsa artefaktet më të hershme datojnë në epokën e Neolitit të Mesëm. Ka pasur banesa të dokumentuara në Atik që nga periudha e hershme e Neolitit, mijëvjeçari 6 para Krishtit. Një tempull për Athinën, Polias, hynia mbrojtëse e qytetit, u ngrit midis 570-550 para Krishtit. Kjo ndërtesë gëlqerore dorike, nga e cila mbijetojnë shumë relike, përmendet si Hekatompedon, nëse ky tempull zëvendësoi një të vjetër apo thjesht një zonë të shenjtë ose altar nuk dihet. Me sa duket, Hekatompedoni u ndërtua aty ku qëndron Parthenoni. Çdo 4 vjet, Athinasit kishin një festival të quajtur Panathinaia e Madhe, që në popularitet rivalizoi edhe lojrat olimpike. Brenda traditës së mëvonshme të qytetërimit perëndimor dhe ringjalljes klasike, Akropoli, që të paktën nga mesi i shekullit të 12 tutje, është e quajtur shpesh si një simbol kryesor i trashëgimisë greke dhe i lavdisë së Greqisë klasike. Ditët e miqësisë mes gazetarëve shqiptar, edicioni 14, i zhvilluar pak ditë më parë. U shoqërua me takimet dhe udhëtimet të cilat nisën nga Shqipëria për të vijuar në Shkup, Preshevë dhe Bujanoz. Të gjitha këto u transmetuan një javë më parë në emisionin Pushosh Shqiptarçe të TV1 Channel. Por para se të vijojmë rrëfimin ton të kësaj guide të mrekullueshme në Pej, do qëndrojmë edhe pak në Bujanoz, aty ku mikpritja dhe klima e ngrohtë që u krijua ishte e admirueshme. Një surprizë e këndshme që gjejmë këtu është grupi artistik, pjesë e ansamblit të Bujanocit, i cili do të hapë edhe darkën festive. Ky grup funksionon prej 2003-s. Jemi aktiv shumë edhe në Shqipëri dhe kudo këtu në Ballkan. Prezantojmë blerët e tona, vallet e tona tradicionale. Kemi mbi 100 milioje dhe prezantime. Mbi 100 milioje po sfolmi për Bujanoz që mblojnë krejt edhe në Preshevë. Ne kam fjalën për festivale ndryshme të ballkanike si në Bullgari, në Shqipëri, Turqi, po në Greqi ashtu, në Maqedoni, në Kosovë, Malzi, domthonë përgjithësi në Ballkan. Elisa Spaju, jam shkollën e mesme në vitin e fundit, vitin e 4. Jam shumë kurioze këto kostume prodhohen këtu apo ju i porositit diku tjetër? Jo, ne i porositim diku që na bën këto veshje. Sa i hishëm je, pas ke marrë ty paret e vendit tënd. Unë jam Sabedin Veliu, vazhdoj studimet, studioj arkitekturë, po edhe merrem në kohë të lirë, zakonisht sepse për shkak të studimeve nuk po mundem me kon non-stop në valle. Je në arkitekturë, në cilin universitet zakonisht ndjekin të rinj këtu? Zakonisht është Kosova, Shqipëria, Maqedonia. Unë për vete jam në AAB, kolegjin AAB, arkitekturë, drejtimi, në Prishtinë. Pina Damisi. Nga që vend vjen ti? Këtu? Bujanozi, po. Është i bukur Bujanozi, se kam parë akoma. Është i bukur? Qa ka të bukur Bujanozi? Më tregon ndonjë gjë të bukur të lezetshme. Gjitha, për shembull rinin, i kemi shumë të hershëm. Fatkeqësisht rinia është në emigrem, por prap ka një rini shumë të hershme, me plot entuziazëm, edhe pse pak, por kur nuk mungon motivit. Ka nga ne që edhe shkollat e mesme i kanë lënë dhe kanë dalë në emigrim. Jo vetëm shkollat e mesme, po edhe nga fillorja. Kam edhe Jeni në klasë? në klasë jemi dikon 20. 20, sa ishit para 2 viteve? 30. Jo, emigrimi është ka fillu me të madhe.
sonde mes jush, unë them dhe emocionuar, dhe hera parë që ti pavarësisht se jam nga Ferizaj, po hera parë që shkem në Kosovë, se prindrit e mi kanë prej gati 100 ca vjetësh janë larguar nga këtu, në Preshevë dhe në Ferizë. Jam shumë emocionuar, sepse ndodhëm mes punëtorit të gazetarëve shqiptarë në Preshevë. Është shumë e vështirë, por në një kohë caktore nuk mundojmë, nuk vijnë dot këtu. Dhe sot ne arritëm ju bashkëpunim me ambasadorin dhe me gjithë. Të arritëm që të festojmë këtu një event të tillë. Unë jam kryetar i zgjedhur me vota në emigracion në Athinë dhe në gjithë Greqi për Elbasanasit. Elbasanasit e mi që përfaqësojmë dhe jemi denjësisht patriotët më të mirë në gjithë botën. Në gjithë botën. Unë sot ndihem aq krenar sa në Greqi ne kemi një paralelizëm të përbashkët me ju këtu në Preshevë. Por klimat e vërtet, dim si me e kalu vështirësit, si për i kalojmë, i kemi kalu, është shekulli jonë, tha Mentor Kikia, është shekulli shqiptarëve ky. Vezër, përpara. Është kënaqësi që ndodhem mes jush, nuk më kishte shkuar kurrë në mendje. Është herë e parë që kaloj kufiri dhe futet në territorin e Republikës së Serbisë, por unë jam ke shqiptarët dhe me shqiptarët. Dhe më bëhet qefi dhe njëkohësisht ndjej dhimbje për ato që ndëgjova sot, por njëkohësisht ndjej shpresë optimizëm se ne shqiptarët dim të çajmë në situata më të vështira. Ne dim dhe duhet të dim se si ta bëjmë veten tonë të jemi faktor kryesor. Ju falenderoj shumë dhe suksese të juve. Kjo dhuratë që vjen nga një origjinë arbanitasve, vjen një nga ishujt më fantastik të botës mesdhetare. Në Mitilini ka lindur poetesha e madhe e antikitetit Safo. Dhe Safo ka thënë një nga shprehjet më të bukura. Kur njerëzimi mund të humbas këmbët për të lëvizur, nuk do të humbas ndjenjë. Dhe është një nga gjërat më brillante që ka thënë. Këta zotrinj që erdhën sot dhe sollën një simbolik, na sollën këmbët e ndjenjës, e cila e ka mundësinë e energjisë prej zemrës dhe prej mendjes. Ne jemi sot këtu në Bujanoc dhe duhet falenderoj kryetarin edhe gjithë pranishmit për pjesëmarrjen, sepse ne sot jetojmë me ndjenjë, nuk jetojmë me këmbën. Ne e dim shumë mirë që duke krijuar ndjenjë, ne zbusim shpirtrat. Dhe kur zbuten shpirtrat, në fakt, ne jemi bashkëpunëtar me qytetërimin. Faleminderit gjithëve. Do ju lutem të ngrinim në këmbë për komandantën Leshin një shëndet nga Greqia. Të bëhet një njërë lidhëse për takimin e ardhshëm në Selanik. Dhe e thamë, ka 3 premtime përsoj që nuk prem kjaftoj, apo jo? Dhe gjithë të nderuar dhe shumë falenderoj për të trajnë të mrekullueshme. Do të kthehemi të njëjtën
Pas një mbrëmje të mrekullueshme në Bujanoc, zgjimi do të ishte i lehtë dhe ashtu siç e tham edhe në fillim të reportazhit, njohet më nga afër me gazetarët nuk do të mungojnë. Me syre intervistojmë edhe gazetaren e mirë njohur Anila Hoxha. Në raportimet e saj mbi ngjarjet në Shkodër, me shaka e pyesim për raportet emocionale me qytetin tonë. Unë në Shkodër udhtoj shpesh, prej vitesh, sepse një nga mikeshat e mia, Ardita Bala, po e them, është nga qyteti Shkodër dhe vazhdimisht më flet me shumë dashuri për qytetin e vet dhe ma ka ngulitur edhe mua këtë dashuri për qytetin e Shkodrës. E vetmja gjë përshtypje jo e mirë është se vazhdimisht kur udhtoj në rrugët e qytetit Shkodrës, kur jam në timon, bëhem pak lëmsh, për të qenë çike sinqert, për të qenë shumë humori. I shkodranëve dhe nisë me qytetarët e Shkodrës, njerëz të jashtëzakonshëm, shumë bujar, shumë mikpritës, me humor, veçanërisht kur jam në fundjava, që udhtoj, dhe vi në Shkodër, jo rregullisht, sepse të parën zgjedh Vlorën, qytetin e vendit tim, po të dynë vërtet zgjedh Shkodrën për arsye që u thash, për shkak të historisë, kulturës, gjithçka që ka Shkodra dhe për shkak të mikeshave të mia. Më pëlqen muzika shkodrane, kam bërë biletën një poezi për Shkodrën, kjo lidhet me krimin, rastisa aty kur ndodhi një ngjarje kriminale, edhe unë nuk e dija historikun atyre, unë kujtoja se ishin lule, më jep një iden sa herë kaloja, më duket që lulet e dëshirës, lulet që shpreh një ëndër, në fakt ato kishin një histori tjetër, që nuk kishte lidhje fare me atë që i perceptoja unë, dhe aty kam bërë një poezi për qytetin e Shkodrës, që lidhet me këtë impaktin dhe atë zbrastësinë edhe panikun që të krijojnë ngjarjet kriminale, pasigurinë, edhe këtë impakt e kam marrë nga bisedat që kam patur të zakonshme. Është një qytet me shumë histori, nuk jam duke thënë fjalë të mira se duhen thënë, por vërtet më jep më ngrohtë qytet edhe për këtë arsye udhtoj. Për hir të së vërtetës, disa vizitorë shqiptar kanë një lloj stepje për të ardhur në Shkodër, duke bërë lidhjen me ngjarjet e paraqitura në kronikat e zeza. Tani nuk mund të hapim hartën e të themi Shkodra është një qytet ku nuk jetohet, ku ke frikë të jetosh, një qytet ku je i pasigurt për jetën. Jo, unë nuk e kam djerë, thash, u gjenda kur ka ndodhur një ngjarje kriminale aty, madje ishim në një nga vendet më të frekuentuara, ku ka muzikë, ku njerëzit këndonin dhe pastaj ne pa me titra që kishte ndodhur një ngjarje aty. Dhe normalisht jeta vazhdon. Kushdo ka rutinën e tij e kështu me radhë. Aty ka grupe kriminale, siç ka edhe në qytete të tjera, të cilat përplasen vazhdimisht me njëra tjetrën. Ka fenomene siç ka edhe në disa qytete, fatkeqësisht Shkodra, Elbasani, Vlora, Durrësi janë njohur dhe janë deklaruar edhe nga ekspertë të hetimit krimeve si qytete, ku për shkak të përplasjeve të grupeve kriminale ka patur vazhdimisht ngjarje që pasojnë ngjarje kriminale. Pra ka patur grupe që marrin hak për një arsye, qoftë edhe të cilla nga jashtë vendit që eliminojnë njëri tjetrin në këtë qytet. Edhe dihen edhe zonat që njihen si që janë më të pasigurtat, për shembull Dobraçi, ju keni parë, janë shumë familjare dhe planet e makinave të blinduara të Reneas, që vazhdimisht vinë aty, bëjnë kontrolle, kryejnë shoqërime, kanë kryer arrestime. Zonat e tjera, për shembull ku kanë patur ngjarje dhe që njihen si tipiket është zona tjetër e Kirasit. Pra, unë pyetjen a ndjen pasigurt qytetarët apo ata që vinë, turistët, vetë nuk e kam djerë të pasigurinë. Pra, kam udhëtuar për shembull mbas ngjarjes tragjike Enkas në qytetin e Shkodrës, ku nëna u veçliua bashkë me fëmijët e saj në ujërat e Bunës, edhe e kam përshkruar të gjithë rrugën në këmbë bashkë me një studente, sepse doja të kuptoja më shumë dhe të merrja impresionet e njerëzve që ajo kishte takuar. Qëndrova në lokalin ku ajo vazhdimisht luante me fëmijët, që ishte një piceri, edhe kjo është një ngjarje në fakt nga këto suicidet dhe nuk ka krahasim me ngjarjet kriminale që ndodhin të organizuara, që marrin mjete, bëjnë plane sofistikuara, edhe kam folur me njerëz dhe më pas kur ka patur ngjarje për shembull të atentateve mafioze.
Të gjithë sistemohen në autobus dhe nisen për Pej, ku do t'jetë dhe ndalesa e fundit në këtë udhim. Zhvillimi urban i Pejës ka kaluar në për periudha të ndryshme historike, duke filluar nga kohët më të hershme. Peja si qytet përmendet që nga viti 1202. Pas betejës së Kosovës 1389 filloi depërtimi turk në Ballkan. Peja deri më 1462 qeverisej nga Leka i Tretë Dukagjini, i cili kishte marrë pjesë edhe në betejën e Kosovës të pushtuar në kohën e Sultan Mehmetit të dytë. Më 26 shtator 1462 me çrast u formua Sanxhaku i Dukagjinit. Ndalesën e parë në Pej do e bëjmë te Patriarkana, një monument i trashëgimisë kulturore. Këtu në këtë krah, në krahun e janë shenjat e periudhës romane. Ono që janë para slave. Okej, në lidhje me vendin në cilin ndodhemi? Po, Patriarkana e Pejës. Këtu. Kjo përpara ka qenë katolike dhe më pas është kryer në ortodoks. Dhe pasaj serbët domethënë kanë kryer në pjesën e tyre. Domethënë dhe quajnë si Patriarkana, apo Patriarkana është në fakt, në të drejtën, po që e mbajnë si vend shenjtë të tyre. Në fakt është me ashtu shqiptare, bilesën dhe ka dhe foto, edhe brenda është një gravuar, domethënë që po dhe shikosh me qeleshe ata besimtarët. Kryepeshkopi Arsenie i parë, 1266, ndërtoi kishën e posujve të shenjtë, ndërsa i donte se linia e kishës serbe të jetë në një vend më të sigurt dhe më afër qendrës së vendit. Kisha i ka 3 pjesë të ndome, nuk është shumë e madhe dhe pastaj prej këtu i të vazhdojmë për qytet. Faktikisht edhe këtu jemi në qytet, se kjo është hymja e Rrugovës, Parkut Nacional. Mirë po s'kemi koha shumë e shkurt sot për me vazhdu nalt me vizitu. Pastaj shkojmë edhe në muzeun etnologjik dhe arkeologjik dhe nëse na premton koha pak të qashia e gjatë, që është edhe ajo një pjesë e kohës perandorisë osmane. Faktikisht në muze e shihni një pjesë që kemi ekzistuar shumë përpara dhe perandorisë osmane, edhe një pjesë, ajo është pjesë arkeologjisë, edhe pjesën tjetër që e kemi etnologjisë. Kështu që mundem me vazhdu. Perandori Dushani Fuqishmi, 1331-1355, ngriti kryepeshkopatën në Pej për statusin patriarkal. Gjatë shekullit të 14, modifikimet e vogla janë bërë në kishën e posujve të shenjtë, kështu që disa pjesë janë dekoruar më vonë. A neće od WC-a? Patriarkana mbledh pranë vetes besimtar ortodoks, prej të cilëve konsiderohet një vend i shenjtë, i cili është ruajtur nga trupat e KFOR-it gjatë zhvillimit të luftës në Kosovë dhe pasaj. Por ata që i vinë më shumë pranë këtij vendi janë vizitorë dhe shumët, me syre dhe mjaft nga Shqipëria. Aty kryhen rite ortodokse dhe mjaft besimtarë sjellin të afërmit e tyre sëmur për të gjetur shërim. Tre kishat janë me afreske të realizuara shekuj më parë dhe që ka nevojë për një restaurim të mirë.
pasur fjalë ato që më vitet. Pare si ka po. Pas vizitës në Patriarkanën e Pejës, ndalemi në qendrën e qytetit. Kjo është sheshi I qytetit, apo qendra si që themi ne. Pjesën e mbrapme të Juve, apo atje përballë kemi hotelin që është gjithaton prej vitit 1929, ku e ka dhe naltë. Kjo përndryshe është tjetra është godina e komunës, që dhe kjo është që prej luftës, para luftës dytë botërore. Kjo pjesa këtu e hotelit është prej vitit 1950, ka qenë paka shumë e shkatruar gjatë luftës, po prapë kanë rinë më këmbë dhe pas tash funksionon si ndër hotelet më të mira në qytet. Ne prej këtu do të fillojmë ta bëjmë një vizitë muzeu, ju tregova edhe një herë, etnologjik dhe arkeologjik, kështu që prej atyre do të fillojmë vazhdojmë prapë në këmbë tek kulla e Zenelbeut, ku është një ndër kullat më të vjetra të qytetit, aty do të jetë edhe dreka. Një pjesë e historisë, traditës dhe kulturës së Pejës, si dhe rrethinës së saj, është ruajtur në Muzeun Etnologjik në Pejë. I themeluar në vitin 1977, ndërsa I hapur në vitin 1983, në ambiente autentike të konakut të Tahir Beut, I ndërtuar në shekullin e 18, vizitorëve ju ofrohen më shumë se 120 eksponate, të cilat flasin për jetën e pasur të qytetit dhe banorëve të saj në përshekuj. Mirë se keni ardhur, kjo është Muzeu I Qytetit të Pejës. Këtu në këtë dom ndodheni në pjesën arkeologjike të Muzeut të Qytetit të Pejës, ku keni mundësi të shihni artefakte të cilat kryesisht janë gjetur këtu në Pejë, gjithsesi në Gradin, në qytetin e hershëm të civilizimit tonë. Sepse supozohet që Peja është më e vjetër se 2500 vite. Dhe Gradina është ajo që e vërteton këtë fakt historik. Këtu mund të shihni monedha, gjësende, pjesë të ndryshme të enëve, të cilat janë gjetur në Gradin. Jashtë patët mundësi të shihni edhe stelat. Ato stelat janë atje, një pjesë është guri I hyrjes së objektit të madh të tempullit që ka qenë atje, dhe këto pjesë tjerat janë stela ose mbi vareza. Njëra është në formën e thuni boqë ajo. Boqe. Formën boqës. Dhe dy tjerat janë me shkrimë. Ajo simbolizon pillorinë. Ajo simbolizon pillorinë. Dhe siç I pam edhe në Patriarkanën e Pejës, unë disa vë tregova në një stel që ishin ato rushi, do ishin edhe këtu. Gjë që tregon lidhjen në mes të sepse ai gur atje ja dikush prej Gradinës se ka punuar atje, ja është marrë atje dhe është vënë në Patriarkanë. Kështu që vërtetohet që Peja si qytet është shumë I vjetër se sa supozohet. Këta këtu mund të shihni nga kjo pjesë këtu fillojnë pjesët më të vjetra dhe duke ardhur në kohët më të vona. Ka gjësende të ndryshme. Ajo që vlen t'ju them është se ende nuk ka gërmime arkeologjike në atë pjesë, ende ajo pjesë është e paprekur, ende krejt ato që mund të gjendet atje janë të paprekur janë vërgjën, përveç që 2 fabrika që I ka ndërtu ish regjimi Jugosllav, në mënyrë që t'i humbë gjurmët dhe berat, por që supozohet që qyteti është shumë I madh, nuk është veç pjesa fabrikës, po e mbulon një pjesë shumë të madhe. Dhe të gjitha ato tullat, studia e pat me dikën fola ato pjesët e vjetra në Patriarkan, në numër romak, por që dhe ato tullat mund të jenë të punora këtu të ne. Sepse Gradina ka qenë e njohur për furat që kanë pjek tulla dhe tjegulla.
Po, për objektet muzore, po. Janë dhuruar nga familje perjane, apo e keni... Jo, këto janë kryesisht të dhuruara, dhe të në objektet etnografike që të prezentuara në muzeon tonë janë kryesisht objektet të dhuruar nga familjet të cilat i kanë pas si trashëgimi. Këtë moment të thonë kemi prezentu me veshën e nusës pejana, veshën me mintan, shorta dhe shalvara. Shoh që këtu janë origjinale, të? Origjinale, sigurisht, origjinale. Ty fillu prej zambakve të kokës. A nuset këtu vendosi zambak mbi kokë? Po. Thonë këto lulet punume që janë ato. Këto zambak... E qytë zambak, do më thonë pjesa e luleve. E luleve që... Luleve që është punu me gjilpan. A, është punu me gjilpan? Dhe pasaj? Pjesa e gjyksorëve, kolani, do thonë këto janë të gjitha punën për filigranit, mandina këto janë qytë shëllvare. Shoh që këto që janë origjinale që në atë kohë, Po, sigurisht. Ka artizanën që i afrojnë deri diku punimit të tyre filigramit, për shembull në pej, ka artizani që punojnë ende? Po ka, është në pjesën e qashis gjatë, është familja Qeflaku, që është breza 7 që ende punon këtë pundores. Jam këtu disa prej stoliva, që punojnë. Janë disa prej gjyqësoreve, unazave, belizykve, disa prej kollanave. Më thonë, këtu dallu teknika punës, për shembull në savat është e njohur si teknike punës në Gjakov, me kokra në pej, me filigran në prizren, jo se si ka punu të 3 teknika, por dallu si teknike punës. Shumica prej këtyre eksponatëve janë ndëruar prej Viktor Gashit. Viktor Gashi ka qenë një agjendar vjetër për janë, tani më nuk jeton, mirë po e ka ndihmuar shumë Muzeu Pesë me dhurimin e këtyre eksponateve. Okej, a organizon ka vizita? Ka shumë vizita, ka shumë. Kryesisht janë të huj, diaspora edhe pjesa e fëmijëve. I sjellin shkollat nxënësit këtu? Shumë i sjellin, shumë. Tash kanë filluar në Shqipëria. Në ambientet e muzeut gjejmë edhe të zjahun që nga kohrat e vjetra. Tu kemi një të zjahë të vjetër, por dua të di më shumë se sa një model këtu. Ose veku, si që quhet në këto anë. Fatkeqësisht nuk kam më, domethënë atë shumë përdorim në mes të grave, duke ditur qëllimin e të zgjahut, me çfarë qëllimi është përdorur më përpara. Se në fakt të zgjahu ka qenë si një lloj ekonomie vogël familjare. Domethënë janë punuar qylymat, janë punuar pjesë të cilat kanë qenë të domosdoshme për shtroje të shtëpive, po ashtu edhe pjesë të veshjeve tradicionale dhe padyshim pothuajse tërë familja ka qenë e përfshirë në punimin e një objekti që ka qenë i domosdoshëm për një jetë normale të popujve, domethënë po flasim për një kohë kur e dim që nuk kanë ekzistuar shitore që dalin shitore dhe ta blejnë një shtroje apo çfarë do, domethënë është dashur të gjitha që ti krijojnë vetë dhe kur i shohim këto punime, shohim atë kreativitetin edhe atë sensin artistik të grave të kësaj ane. Numri i artizanëve të të zjahut në pej është tepër i vogël, pasi mbi të gjitha ka munguar promovimi i tyre. Kohëve të fundit ka nisur edhe si një lloj trendi i ri që domethënë njerëzit kur e ndërtojnë një shtëpi të re, padyshim që njënën kthin apo njënën dhomë, njënën otë të shtëpisë. Vetëm më shuar një kureshje sepse kam 2 variante të ndryshme lidhur me shamin e veshjes rrugovës. Dua di, opinioni i disa miqve të mi është që ajo përdorej kur vritej në luftë për të mbështjellur trupin. Është e vërtet kjo sepse disa është e vërtet, sepse ky ne e quajmë shalli i rrugovës. Është një shall karakteristik të cilën vetëm burrat nga rrugova e mbajnë. Lidhet me një moshë të caktuar? Definitivisht lidhet me moshë të caktuar dhe meshkujt në fakt rrugovas fillojnë që nga mosha 7 vjeçare ta që në moshë 7 vjeçare? Që në moshë 7 vjeçare fillojnë ta bartin këtë
shall, për vetë faktin, nëse kthehemi pak në kohën kur gjakmarrja ka qenë aktive në këto zona, po. Domethënë atëherë gjithë bota mashkullore ka qenë e rrezikuar nga kjo gjakmarrje, prandaj edhe fëmijët nga mosha 7 vjeç kanë nisur ta bartin këtë shall që domethënë ka qenë të rrezikuar gjithmonë. A lidhet kjo me besimin që trupi sipas besimit? Po, sipas besimit musliman mbulohet varroset me varroset me qefin. Pra lidhet edhe me besimin. Po. Prezenca lidhet me besimin. Po, domethënë ka dhe atë simbolikën i gatshëm gjithmonë. Po, e hije shumë faktikisht, është një paraqitje shumë burrërore. Në Shqipëri e kemi me shumë qejf kur i shohim sidomos e logu i bjeshkëve. Pas një shëtitje të këndshme në Pej, është koha e drekës, e ku ka më mirë se këtë ta shijosh në një vend tradicional. Këtu jemi te kulla e Zënalbeu, të shpjegova edhe më herët që është një kullë që daton prej shekullit të 19, fillimit 19 apo fundit 18. Është një kullë që është trashëguar pi brezave. Nuk do të hi më shumë detaje të kullës, për shkak se tash vetëm do t'ju falenderoj që e keni zgjedhur Pejën ta vizitoni. Edhe shpresoj që do të kemi kontakte edhe në të ardhmen dhe do t'i shkëmbejmë këto vizita dhe çkado që ju duhet në Pejë jemi ne këtu t'ju ofrojmë. Edhe një faleminderit për juve gjithëve. Në emrin tuaj dhe unë e falenderoj zonjën për pritjen, komunën e Pejës gjithashtu për mundësimin e kësaj dreke që është një gjë e veçantë. Unë do të lutesha që duke filluar nga ky moment dhe të gjitha mundësitë tona, opsionet e rrjeteve sociale, faqeve, atë çka e kemi kryer si itinerar të ditëve të miqësisë ta pasqyrojmë dhe të jepni përshtypjet dhe konsideratat tuaja në mënyrën më të shkëlqyer. Tre ditë të mbushura plot emocione, marrje dhe dhënie informacionesh të vyera, kontakte të drejtë për drejta dhe vendosje urash bashkëpunimi. Të gjitha këto krijuan në klimën e mirë të miqësisë mes gazetarëve. Ja vleti ardhja këtu? Sigurisht që ja vleti. Se ja vleti? Po sepse vim në trojet tona, edhe ne do të ta promovojmë gjithçka që është, gjithçka që pam. Me gazetarët ja vleti? Patjetër që po. Patjetër që po. Sidomos me patriotën time Kozeta Bruçi. Ashtu ë? Po. Patjetër që ja vleti. Eksperienca të reja, njohim të reja, realizimet të jashtëzakonshme të Unionit në mbartrojet tona, domethënë shqiptarë që jemi vetëm në botë që rrethohemi me shqiptarë. E para njerë që gjatë gjithë kësaj kohe, domethënë ne kemi marrë eksperienca dhe kemi dhënë. Edhe mbi të gjitha njerë, Peja është një nga qytetet, po ta them, jo vetëm më të bukurit, po thjesht që përçon në kulturë, dituri, po pse jo edhe pjesën e industrisë. Peja është një nga qytetet më të rëndësishëm të Kosovës. Kam fatin se kohën e luftës kam shtruar 6 familje nga Peja, unë. Po. Me familje, edhe ishin 26 veta. Pa të kresion kam pa, që prapë u ktheva këtu, e gjekët këtë qytet këtë dhe lloj që të hesim më parë, që shpejt e qenë pjesë e BE-s, se njërë. Po shoqëria me gazetarët ju pëlqeu si u duk? Na pëlqeu, organizimi shumë i mirë, gjatë gjithë veprimtarive të këtyre 3 ditëve dolën problemet e medias, të cilat u evidentuan dhe u mor përgjegjësia. E rëndësishme është tani se çdo të ndodh mas edicioni, pra cili do të jetë realizimi i detyrave që ne aktualisht i morëm. Natyrisht, dita e miqësisë dhe solidaritetit gazetarëve tashmë është kthyer në një traditë që të zhvillohet në të gjitha trojet shqiptare. Duke si vjet ishte akoma më e veçantë jo vetëm për shkak të pjesëmarrjes masive, por edhe të pranisë disa miqve të veçantë nga diaspora, kryesisht nga Greqia, biznesmenë të cilët shprehen edhe mbështetjen e tyre për luginën e Preshevës dhe për gjithë tjerët. Po kështu edhe duke u njohur me traditat, kulturën
me problematika dhe gjithçka tjetër me të cilën përballen shqiptarët në projet jashtë kufive shtetërore. Sigurisht që po ja Bleti. Ishte një vizitë e paharruar. Sidomos për ne që jemi të pjesë të diasporës shqiptare në Turqi. Por duke pas dhe personalitetet të tilla i ka dhënë akoma më tepër më lezetë dhe cilësi takimeve që i pas gjatë gjatë gjithë këtyre 4 ditëve. Faleminderit, e kaloni gëzuar gjithmonë bashkë. Aktiviteti Ditët e Miqësisë mes gazetarëve shqiptar do të mbyll tek kështu edicionin e 14 të tij nga qyteti i Pejës. Një udhtim që ndoqi një traktore me nisje nga Shqipëria për në Shkup dhe ndalesë në Preshevje e Bujanoc, e që do të mbetet gjatë në kujtesën e të gjithëve. S'na mbeti gjë tjetër veç se t'ju urojmë shumë suksese kolegëve tanë dhe të rishihemi sërish në edicionin e 15. Ky pra ishte materiali që ne kishim përgatitur për sonte. Kemi nisur fillimisht me një vizitë në Athinë, në Akropol, në pikën turistike që bën xhiron e botës për sa i përket numrit të madh të vizitorëve që e shikojnë e vizitojnë atë nga afër. Kujdes, vizita në Akropol duhet të prenotohet më përpara, jo në çdo moment që ti mund të drejtohesh atje, mund ta kesh mundësinë për të hyrë dhe vizituar, pa llogaritur që duhet të jesh edhe një vizitor i zgjuar, të shikosh oferta për të parë një qendër turistike të tillë, kur mendon se vetëm në Kalan Rozafat i paguan një kostë shumë herë më të ulët, po ja shikoni Akropolin çfarë vlere ka. Dikush do krahasoj po si është Akropoli dhe si është Kalan Rozafat. Shumë të bukur e kemi Kalan tonë. E kemi dhe me një histori jashtëzakonisht të veçantë. Dhe kjo histori shet më shumë se sa vetë kodra mbi cilën është vendosur Kalaja e Rozafës. Unë ju falenderoj për vëmendjen që tregoni në transmetimet tona. Ne kemi planifikuar ca udhime të reja tani në pranverë dhe dëshirojmë t'i realizojmë e t'i sjellim pa humbur kohë në transmetimet e emisionit Pusha Shqiptare. Faleminderit për vëmendjen. Ritransmetimin e emisionit do të keni mundësi ta ndiqni ditën e njëjtë në orën 15:30. Dhe deri atëherë ne do të vazhdojmë udhimet tona për t'i lidhur bukur ato në reportazhe të këndshme për kushërinë dhe gjithë teleshikuesve të emisionit Pusha Shqiptare. Natën e mirë.